Natyrisht Kanada është Kanada dhe nuk mund të tërheqim paralele direkte me Shqipërinë. Absolutisht dakord që jam dakord që ai që mban mend Fatosnano nuk ishte lindur, se do të thënë normalisht kanë kaluar 22 vjet nga koha që Fatosnano ka ikur në pushtet, pra ai që është brez, të themi 20 vjet, ai që është votues për herë të para, po ka votuar 2 vitet e fundit, nuk ishte lindur kur Fatosnano kishte ikur nga pushteti. Por, nga ana tjetër, sfida që ndron mbi të cilat parimet bet ky rinovim, sepse qeveria Rama 1 kishte disa kuaj beteje, kishte një program, mirë keq, mund ta diskutojmë domethënë, por kishte një program të qartë deri diku ideologjik. Pra, që nga shëndetësia, falas, deri te taksimi progresiv, dhe deri te nisma të tjera, ka pasur aty dhe nismat politikave të djata apo populiste, që janë kritikuar rëndom, por kishte një platformë, dhe kishte kuajt e betejës që përfaqësonin këtë platformë. Pra, kishte Ilir Beqajn, kishte Ditmi Bushatin, kishte Arben Ahmetajn, kishte Ditmi Bushatin, që sot si kam, pra ku janë? E dyta, Zoti Rama në mandatin e dytë dhe mandatin e tretë të qeverisë, kishte një kabinet në mas 75% që s'ishin as politik, as teknicien. E katërta, vim të grupi parlamentar. Para 3 muajsh unë ata që janë deputet meshkuj me më shumë se një mandat, pra do me 2 mandat, 3, 4, 5, nuk do kandidojnë. Tani thot edhe ata që janë me një mandat. Tani zorim me semantik fjale. E dyta, çdo ndodhi për shumë Erion Braçën, që ka qenë 4-5 legjislatura dhe solli në Tiranë për të zbutur vakumin Erion Belis, duke e ditur fort mirë atë që ndodhte me Erion Belin, se nuk është rastësore që vjen Pandeli Majko, Erion Braçe dhe Blendi Gonxhe, njëkohësisht, 1 muaj apo 2 muaj para se ndodhte arrestimi i Erion Belis.